moj makneshka i të largu edhe qëtë si njirin për mi, se shumë të mire patë. Jo, qëte. Jo, vesh të asha. Vesh të qëte, Allah, hile qëte. Ka hasë shumë polimikat mëdhaja kjo ngritja flamurit Kosovës në atë skin gjigante. Po tash në vartë edhe njëre qështë, që shemë në vetë atë, por mu nuk u konë dhe shka. A e keni këta, më ke sha, më ke bolizu, me shuplaka më ke mshu, po prapon e këm fitu. A e keni këta? Jo. A s'to se keni? S'pas keni kur gjë? Jargë me këtu. Shërmeq, jam këto me një rap artist, i cili sa po këthy prej Tirane, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kalan? Mirë, jo. Për njerëzit dhe opinionin e një person që ka met pat njofë, se ti e bo shumë i njofë shumë kone fundit, kush je? Jam Giza, artist i ri. Okej, Giza, ti e kanë në Tiranë për me përkra gjesin. Po si krej shqiptaria. Qysh ke kalu atë? Kena kalu mirë, ka ndalë nga kam prit shumica shqiptarë anena. Çfarë ndjenje u kanë me shku me pa gjestin kur edhe ti jeni artist i ri? Po ndjenë si për kolektiv këtë. Sa persona i një kanë? Afro moj makneshka i të largu edhe qëtë si njirin për mi, se shumë të mire patë. Jo, qëte. Jo, vesh të asha. Vesh të qëte, Allah, hile qëte. Qëte shihet të shumë e keshe të mirë. Qëka simbolizon kjo? Mësyshin. Mësyshin? Të na thojnë, mësyshit e poshtë, shneta ndjallë. Mësyshit e poshtë, shneta ndjallë. Hajde makrina se i nati rukë njerë dhe të keqë. Ti repartist i ri. A prit që një tjetë do të bëjsh duet me gjestin? Ato nuk e dijet. A ke pas me knuti atë? Jo. Kush që e kanë artistat tjerë që janë kanë bashkë me ty atë? Po kanë adhe rrimë si nome. Po? Moj shkaj të largu rrimën i ven? Largu është. Okej, haj. Ka pas edhe shumë artistat tjerë, kanë strese. Tjetër kush? Për tjerë nuk kam pas. Kush ja dha flamurin e Kosovës gjestit? Strese atë. Stresi ja. Strese ka me flamur të Kosovës atë. Edhe ja dha flamurin e vetë, po? A e ka po stresi këto për më në përqa, sepse flamuri ku që ze, është flamur që na simbolizon, është flamur komtar. Na i na dy shtete, po e kena një komt për bashkë, i kena një gjak, një flamur, një gju, një emër, jena Shqipëri etnike. A e ka bo këta për me nëzit për inatit jozit, apo e ka bo këta vetëm që i ka qëllu që aty? Apo me tregu që unë jam të përkra gjesin? Ka tregu atë që pa morë parasysh, edhe Kosova dhe Shqipnia e një. Jo, di që janë një, po, se ka hasë shumë polimikat mëdhaja kjo ngritja flamurit Kosovës në atë skin gjigante. Po tash në vartë edhe njëre qështë, që shemë në vetë atë, por mu nuk u konë dhe shka o rejtje. Po ndërso në për rejtje, e kom flamurin në Shqipnis në shpe, edhe të Kosovës nuk i doj as pak. Qëfar mesazh ju kështë dhënë gjithë artistave të ri? Po qatë dë që sinën veç njeke, kur më së dërzani? Kur më së dërzani? Qka për na kënën sot dishka për gjestin? Për fiturën e gjestin? Besoj që keni një bollë që kanë në për gjestin. Edhe ti. Edhe ti, do të më na kënu pak dishka. A pe merë mikrofonin kënëna dishka pak për fund, vish një 3 fjallë. A edhe këtë kangën, u kry, bollë më keni shtyp, unë e fitora, oj mama Shqipëri. A edhe në këta? Jo, nuk e pasan një. Qitë kangë 3? Nuk e pasan dhe që. Unë jam kingi, unë jam breti, unë jam stresi, sili streci, e marrë çmimin për lezeti. A e keni këta? Ta është për të jepin... Seriosisht? A e keni këta, më ke sha, më ke bolizu, me shuplaka më ke mshu, po prapon e këm fitu. A e keni këta? Jo. A s'to se keni? S'pas keni kur gjë? Jargë me këtu. O zemër, trytë zoti, e ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjanat e miraj se dhe veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.